Në aplikulturën bashkëkohore, dominon mendimi se si periud e fillimit të jetës së shoqërisë së bletës mund të merret koha e përfundimit të kullotës dhe zvoglimi i gjeneratës së re në zgjua. Me këtë kanë përfunduar periodat e kaluara dhe në shoqërinë e bletës, kanë mbetur vetëm bletët punëtore dhe mëma e ndërzyer. Pasi që numri i bletëve punëtore e sidomos gjendja e mëmës bashkë me faktorë tjerë, ushqimi, gjendja shëndetësore e tjerë, drejt për së drejti ndikojnë në zhvillimin e shoqërisë së bletës. Atëherë perioda vjeshtë-dimër mund të merret si fillim i jetës së shoqërisë së bletës. Menjëherë pas vjeljes së fundit të mjaltit, e kjo zakonisht ngjan në disa regione në fillim të muajit gusht, e në disa të tjera në gjysmën e dytë të muajit gusht. Në natyrë ndihet mungesa e kullotës. Muaji gusht zakonisht duhet të konsiderohet në kushtet tona si periud, kur fillon përgatitja e bletëve për dimërim. Së pari pas vjeljes së mjaltit, po që në shoqëritë e bletëve ekziston një sëmundje ose dëmtues, duhet ndërmarrë masat e luftimit me mjete kimike kundrejt këtyre parazitëve. Ushqimi më i përshtatshëm për bletën është mjalti me origjinë nga livadhet, bagremi, trumza ose shërbeti i sheqerit, sepse në këto lloje të ushqimit nuk ka dekstrin, materie e cila nuk tretet lehtë në organizëm dhe shkakton sëmundjen e quajtur diarea. Në fazën që tash jemi, domethënë në muajin prill, fillimin e muajit prill, atëherë është e mirë me ushqy bletë një herë në 2 ditë me ka 250 ml shërbet me sheqer, domethënë shërbeti një aminiot. Për arsye se e stimulon omën për me lëshu vo sa më shumë, se mendon që ka nektar natyrë. Edhe për këtë rast, na kalojmë për 15 ditë, 2 javë ditë, jemi ma herët me vo edhe me zajtri. Zakonisht gjatë punës me bletë, është e mirë që të timoset bleta për punë qetësimit, mos më konë agresive, nalt. E hapim. Bletë mashallah e mirë. Edhe pugaqën që e kam pas veç e kanë hongër një pjesë pugaqës. E qetësojmë. Kjo siç po shihet, ka nevojë për zgjerimin e fulesë. Që veç kanë fillu e kanë punu komplet ramin, hojet e reja janë veç janë të punu. Veç gjenerata që edhe mjallë 3, si vjetë pranvera është pak ma e hershme. Zakonisht për me bo zgjerimin e fulesë, vendosim ramin e fundit me polen, shihet poleni këtu, domethënë poleni, qitet në skejen e sanokut. Prej kësaj, domethënë tash kjo është kufizimi ku bletën nuk e lën, domethënë që to e formon ta topsin edhe që ta rama të ri që i kemi shti këtu, këta punohen për vitin e ashëm. Po tash të këshyrim, a kem larva, a kem po vo, qësh po funksionon, oma. Si të shihet komplet gati rami, është me vot pjekta, larva të hershme, që veç shumica këtu kjo pjesa edhe janë qelë janë dalë bletë reja. Këtu kem vo edhe 1 ditore, kem vo qelta, edhe kem vo që janë duku qelë. Kem vo 2 ditore edhe 3 ditore. Vot 1 ditore zakonisht rrinë në mënyrë vertikale, 2 ditore 40 shkallë, edhe 3 ditore veç treme në fund të hojeu. Si që përshijet, edhe kjo pjesa knena veç është rrafsh zajtri. Vot pjekta, qëtu ka fillu edhe mu aktivizu, do më thonë me kriju omën e re për shtim, me kalu instinkti heroidjes.
Tash përbojmë zgjerimin, do më thonë polenin, pështym në qësht, tash veç po shijet se veç e kanë punu gati, edhe 2-3 ditë veç punohet komplet, e shtina në midis, që të hoje, halat formume, që të ram e afrojmë ma afer, edhe pe këtuit e qojmë polenin, do më thonë, në qësh. Tash qëto aroma, cilat i kem vendos këtu, tash bleta për 2-3 dit i punon. Edhe u bo zgjerimi foles. Tash është faza që na duhet me intervenu edhe me kunaj varos, do më thonë me vaj bimor, i cili nuk ka mbetje, por rast nevoje që dojmë me përgadit bletën për kullos të bagrenit, kjo fillon dikon me 5 deri me 20 maj, po se vjetë më doket pranvera pak më hershme, i morrim 2 korniza me larvat pjekne, pas zgjerimit foles, po flasim për ditët në vjim, na duhet edhe minimaj dikon, pra përsisht deri në 5 maj, me përgadit bletë për kullos. Qësh përgaditim bletën për kullos? E marrim i hekum dy roma me larvat pjekta, e marrim e vendosim rjetën e anemonit, vendosim katin e dytë, para vendosjes katit janë 2 korniza me larvat pjekta, i shkunim poshtë, e qetëm rjesën e anemonit, edhe e përgaditim. Tash, që ta zoj, qka qelin jesin këtu, lëshohet veni për mjolt, edhe komplet që kë kati dytë është pa mjolt. Oma, pi pjesë poshtë, nuk ka mundësi me dalë në altë me lëshu vo, edhe kështu që na jetë mjolta e pastër për katin e dytë. Pas vjeljes e mjoltit së bagrenit, i bojmë gati për mjolt bjeshës ose vene umalore. Dek të re me një gusht. Këta janë zojt pjekun, gati për me dalë bletë e reja. Këto janë poleni. Këtu kem vo një ditore në fund hoje u përshien veç sa i ka deponu ama. Masanej kem vo 2 ditore, 3 ditore. Këto janë gjenerata e re që presim për mardh. Bletë punëtore zakonisht nuk rënojnë ma shumë se 4-5 ditë. Që nga gjysma e muajit shtator dhe gjatë ditëve të tetorit, kur koha ftohet, shoqëria e bletës bën përgatitjen për dimër. Nga natyra sjell propolis, me të cilën i mbyll vrimat e zgjojit, zvoglon derën, nëse bletari nuk e ka bërë këtë punë me kohë, me qëllim të mbrojtjes nga të ftoftit. Gjatë muajit tetor, kur ende ka ditë të bukura të vjeshtës, bëhet edhe kontrolli i fundit i shoqërisë së bletës. Nga njëherë në gjanë që gjatë dimrit bie shumë borë dhe zgjojit që i kemi në natyrë apo o borë të shtëpis, t'i mbuloj bora. Bora e tillë është izolues i shkëlqyeshëm i temperaturës, kështu që nuk bën dëm, por vetëm dobi, sepse i mbron bletët nga të ftohtit. Për këtë arsye bora nuk duhet të pastrohet nga zgjojet, por vetëm mund ta heqim borën para derës së zgjojit, sepse ekziston rreziku që në derë të formohet akull, i cili e pengon hyrjen e ajrit në zgjua. Për më shumë këshilla, vizitoni faqen www.këshillabujqësore.com.